Mirëmëngjesi të nderuar televizionistë të Drita Televizionit, jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 10 shkurt dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Njëmbëdhjetë shkurti është dita e 42 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 323 ditë. Ngjarje. 660 para erës son, data tradicionale e themelimit të Japonisë nga perandori Jimmu. 1826 u themelua Universiteti College London me emrin University of London. 1916 Emma Goldman u arrestua për ligjërimin rreth kontrollit të lindjes. 1919 Friedrich Ebert u zgjodh president i Gjermanisë. 1953 Bashkimi Sovjetik ndërpreu marrëdhëniet politike me Izraelin. 1964 Greqia dhe Turqia filluan luftë në Limassol, Kipro. 1964 Tajvani ndërpreu marrëdhëniet politike me Francën. 1990 Nelson Mandela u lëshua nga burgu pas 27 vitesh burgim politik. 2006 Vicepresidenti amerikan Dick Cheney e plagos Harry Whittingham në fytyrë duke qenë në gjuhëtisë së bashku. 2011 Hosni Mubarak i jep dorëheqjen. Lindje. 1732 Lindi George Washington, kryetari i parë i SBA-s. 1847 Lindi Thomas Alva Edison, teknik amerikan, shpikës i disa aparateve kinematografike. 1909 Lindi Henrik Lacaj, mësues përkthyes, leksikograf dhe pedagog. 1920 Lindi Faruku i parë, mbreti i Egjiptit. 1976 Lindi Ricardo, futbollist portugez. 1976 Lindi Tony Battie, basketbollist amerikan. 1976 Lindi Peter Hayes, këngëtar dhe kitarist amerikan. 1977 Lindi Ioannis Okas, futbollist kipriot dhe menaxher. 1977 Lindi Mike Shinoda, këngëtar, kompozitor, kitarist dhe producent amerikan. 1979 Lindi Brandy Newworth, këngëtare, kompozitore, producente dhe aktore amerikane. 1981 Lindi Kelly Rowland, këngëtare, kompozitore, valltare dhe aktore amerikane. 1982 Lindi Cristian Maggio, futbollist italian. Vdekje. 1939 Vdiq Ali Kelmendi, adhetar, heroi popullit, njëri nga figurat më të njohura që luftuan për çlirimin kombëtar shqiptar, veprimtar kundër shtypjes serbe në Kosovë, pjesëmarrës në revolucionin e 1924-s dhe i qeverisë së Nolit. 2008 Vdiq Tom Lantosh, politikan amerikan. 2014 Vdiq Skënder Sallaku, aktor i njohur shqiptar i humorit. Festa dhe përvjetore. Dita botërore e të sëmurëve. Ndërkohë kemi veçuar për ju biografinë e mbretit të Portugalisë Alfonso I IV. Ju ftoj që ta ndiqni. Alfonso IV i Portugalisë. Alfonso IV ka lindur më 8 shkurt 1291, vdiq më 28 maj 1357. Ishte mbret i Portugalisë nga viti 1325 deri në vdekjen e tij në 1357. Ishte djali I vetëm legjitim i mbretit Denis të Portugalisë dhe Elisabeta e Aragonës.
Alfonso, i lindur në Lisbon, ishte trashëgimtar i ligjshëm i fronit portugez. Megjithatë, ai nuk ishte djali i preferuar i Denisit. Mbreti i vjetër preferonte djalin e tij jo legjitim, Alfonso Sanchez. Rivaliteti famkeq midis dy gjysmëvëllezërve çoi në luftë civile disa herë. Më 7 janar 1325, babai Alfonsos IV vdiq dhe ai u bë mbret. Me çras ai internoi rivalin e tij, Alfonso Sanchez, në Kastile dhe ia hoqi të gjitha tokat dhe feudin e dhënë nga babai i tyre. Nga Kastile, Alfonso Sanchez orkestroi një sër përpjekjesh për të uzurpuar koronon. Pas disa përpjekjeve të dështuara për pushtim, vëllezërit nënshkruan një traktat paqeje, të rregulluar nga nëna e Alfonsos IV, Elizabeth. Në 1309, Alfonso u martua me Beatriz të Kastiljes, vajzën e mbretit Sanchos IV të Kastiljes dhe Maria de Molina. E paralindura e këtij bashkimi ishte një vajzë, Maria e Portugalisë. Intriga politike shënoi pjesën e fundit të mbretërimit të Alfonsos IV, megjithse Kastila u shkatëruar nga lufta civile pasi Alfonso XI vdiq. Henry i Trasmara sfidoi mbretin e ri Pietrin e Kastiljes, i cili dërgoi shumë fisnik kastilian në mërgim në Portugali. Djali Alfonsos, Peter, ra në dashuri me zonjën në pritje të gruas së tij të re, Ines de Castro. Ines ishte e bija e një familje të rëndësishme fisnike nga Galicia, me lidhje megjithse të paligjshme me të dy shtëpitë mbretërore të Kastiljes dhe Portugalisë. Vëllezërit e saj u rreshtuan me fraksionin e Trasmara dhe u bën të preferuarit e Pietrit, për të zhgënjur shumë të tjerët në oborrin portugez, të cilët i konsideronin ata si fillestar kastilian. Kur Konstanca vdiq disa javë pas lindjes së fëmijës së tyre të tretë, Pietri filloi të jetonte hapur me Ines, i njohur të gjithë fëmijët e saj si të tijat dhe refuzoi të martohej me dikë tjetër përveç Ines. Babai i tij refuzoi të shkonte përsëri në luftë kundër Kastiljes, duke shpresuar se pasioni i trashëgimtarit të dukshëm do të merrte fund dhe u përpoq të organizonte një tjetër martesë dinastike për të. Situata u përkeqësua me kalimin e viteve dhe Alfonso, i moshuar, humbi kontrollin mbi oborrin e tij. Nipi i tij dhe djali i vetëm legjitim i Pietrit, Ferdinand i Portugalisë, ishte një fëmijë i sëmur, ndërsa fëmijët e paligjshëm të Inës lulëzuan. I shqetësuar për jetën e nipit të tij, legjitim dhe fuqi në rritje të Kastiljes brenda kufive të Portugalisë, Alfonso urdhëroi që Ines de Castros të burgosej fillimisht në manastirin e vjetër të nënës së tij në Coimbra dhe më pas të vritet në 1355. Ai priste që djali i tij të dorëzohej dhe të martohej me një princesh, por Pietri u tërbua kur mësoi për prerjen e kokës së gruas së tij para fëmijëve të tyre të vegjël. Pietri u vu në krye të një ushtrie dhe shkatërroi vendin midis Douro dhe Minhollumenj, përpara se të pajtohej me të atin në fillim të vitit 1357. Alfonso vdiq pothuajse menjëherë më pas në Lisbon në maj. Nofka e Alfonsos IV, Brave, aludon për bëmat e tij luftarake. Megjithatë, arritjet e tij më të rëndësishme ishin paqja relative që gëzonte vendi gjatë mbretërimit të tij të gjatë dhe mbështetja që ai dha marinës portugeze. Alfonso dha fonde publike për të ngritur një flotë të përshtatshme tregtare dhe urdhëroi eksplorimet e para detare portugeze. Konflikti me Pedro dhe eksplorimet që ai filloi përfundimisht u bën themeli i epokës kombëtare portugeze. Rrethana dramatike të marrëdhënies midis babait, djalit dhe Inës u përdorën si bazë për komplotin e më shumë se 20 operave dhe baleteve. Historia me përfundimin e saj tragjik është përjetësuar në disa drama dhe poezi në portugalisht, si Os Lucidas nga Luis de Comos, dhe në spanjisht duke përfshirë Nise Lastimosa dhe Nise Laureda. 1577 nga Hieronimo Bermude, Reynard Desputes, Mary Russell shkroi një dramë të bazuar në tregimin me titull Ines de Castros. Ines de Castros është një roman i Mario Pilar Queralt del Hierro në spanjisht dhe portugalisht.
Tani u ftoj të ndiqni një informacion të shkurtër rreth betejës së Camp-Aubert në vitin 1814, ku pjesëmarrës ishte edhe Napoleon Bonaparte. Ju ftoj që ta ndiqni. Beteja e Camp-Aubert, 10 shkurt 1814, ishte angazhimi i hapës i fushatës së 6 ditëve. Ai u luftua midis një ushtrie franceze të udhëhequr nga perandori Napoleon dhe një trupi të vogël rus të komanduar nga general lejtnant konti Zakhar Dimitrevich Olsuviev. Pas një lufte të mirë, formacioni rus u shkatërrua. Të mbjetuarit u arratisën në pyll, ndërsa Olsuviev u bë një i burgosur francez. Camp-Aubert ndodhet në Francë, 46 km në perëndim të Châlons-en-Champagne dhe 69 km në lindje të Meaux. Pas mposhjes së Napoleonit në betejën e La Rothière 9 ditë më parë, dy ushtrit kryesore aleate në drejtimin e marshallit austriak Karl Philipp dhe marshallit prusian Gelbart Leberth von Blücher u ndan. Përparimi në jug ishte i ngadalshëm, ndërsa marshimi i marshallit prusian përfaqësonte një kërcënim më serioz për Parisin, duke lënë një pjesë të forcave të tij për të mbajtur larg. Napoleoni grumbulloi 30.000 trupa për të marrë në Blücher, i cili lejoi që ushtria e tij prej 57.000 vetash të përhapej keq. Dështimet e aleatëve në komunikim dhe besimi i tepërt i Blücher e lanë trupin e Olsuviev të izoluar pranë Camp-Aubert, kur ushtria e Napoleonit u hodh nga jugu për t'i dhënë një goditje gjumtuese. Sipas Digby Smith, francezët humbën 600 të vrarë dhe të plagosur nga 13.300 këmbësor dhe 1.700 kalorës që ishin të përfshirë në aksion. Rusët humbën 2.400 burra dhe 9 armë nga 3.700 ushtarë dhe 24 armë që ishin të pranishme. Të kapur ishin general lejtnant Olsuviev dhe general major princi Konstantin. Francis Laurent Petre i abesoi Olsuvievit 4.000 këmbësor dhe 24 armë, nga të cilat 1.600, 1.700 burra dhe 15 armë shpëtuan. Pas betejës, Napoleoni e gjeti vetën krejtësisht në mes të ushtrisë së tepërt të Silesisë, ndërsa ai do të përparonte në lindje. Ai thjesht do të shtypte kufomat e Kapsveshit. Një lëvizje në perëndim kishte mundësinë e kapjes dhe shkatërimit të forcave në Saken dhe Yorsh. Kështu që ai u kthye në perëndim. Napoleoni urdhëroi Marmont me divizionin e Lagranchit në orën 19. Perandori drejtoi Etienne Marie Antoine Champion me 2 divizione kalorësie për të pushtuar Montmiral. Ata do të bashkoheshin atje në mëngjes nga divizioni i Richardit dhe divizionet në Ney dhe Montier. Beteja e Montmiral u luftua të nesërmen kundër Saken dhe York. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur portfolio dhe vlera e vushqyese të Specit Djegës. Përfitimet shëndetësore të Specit Djegës përfshin përmirësimin e shëndetit të tretjes dhe metabolizmit, lehtëson migrenën, mund të zvogëlojë rreziqet e kancerit, lufton infeksionet e kërpudhave, ftohjen dhe gripin, siguron lehtësim të dhimbjeve të kyçeve, lufton inflamacionin, mbështet shëndetin kardiovaskular, promovon rritjen e qelizave të kushit të gjakut, përmirëson shëndetin e syve dhe mban flokët dhe lëkurën tuaj të shëndetshme. Përmirëson shëndetin e tretjes dhe metabolizmit. Një nga avantazhet më të mëdha të kapsacinës është kontributi i tij në shëndetin e zorëve dhe humbjes së peshës. Speca Djegës në të vërtetë mund të jenë një anti-irritues për stomakun tuaj dhe një mënyrë e shkëlqyeshme për të trajtuar ulcerat në stomak. Së dyti, speca Djegës, veçanërisht në formën e pluhurit, janë të pasur me antioksidan dhe përbërës të tjerë që mund të qetësojnë çështje të tjera të tretjes, si stomaku dhe diarea. Mund të ulë rreziqet e kancerit. Speca Djegës gjithashtu paraqes si një ilaç të mundshëm natyral për luftimin e kancerit. Sipas shoqatës amerikane për kërkime të kancerit, kapsacina dhe antioksidantët në speca Djegës mund të vrasin qelizat kancerogjene në leuqemi. Kjo është kryesisht për shkak të vetive të larta antioksiduese dhe antiinflamatore të specit Djegës.
Lufton infeksionet myketike, ftohjet dhe gripin. Ngjyra karakteristike e specave djegës është një tregues që janë të pasur me beta-karotein dhe provitamin A. Vitamina A është thelbësore në mbajtjen e sistemit të shëndetshëm të frymarrjes. Gjithashtu, vitamina A dhe C në speca djegës janë jetik në ndërtimin e imunitetit tuaj kundër infeksioneve dhe sëmundjeve. Ato gjithashtu mund të stimulojnë sistemin imunitar për të luftuar viruset. Siguron lehtësim të dhimbjeve të kyçeve. Përveç se është një brim natyral i lehtësimit të dhimbjeve për dhimbjet e kokës dhe migrenën, speca djegës mund të përdoren për të zvogëluar dhimbjen e kyçeve. Lufton inflamacionin. Një tjetër nga karakteristikat e vlefshme të kapsacinës është se ajo pengon substancat e një neuropeptidi që është përgjegjës për proceset inflamatore, si etil kapsacina. Konsiderohet të jetë një trajtim i mundshëm për një numër çrregullimesh të nervit shqetësor, të tilla si dhimbja e artritit. Mbështet shëndetin kardiovaskular. Speca djegës gjithashtu mund të jenë një mënyrë e shkëlqyeshme e natyrshme për të mbështetur sistemin tuaj kardiovaskular dhe për të parandaluar sëmundjet e zemrës. Speca djegës kanë shumë kalium, i cili është një mineral me një numër funksionesh në trupin e njerëzit. Kaliumi kombinuar me folat mund të zvogëlojë shanset tuaja për të zhvilluar sëmundje të zemrës. Për më tepër, kaliumi mund të ndihmojë në relaksimin e enëve të gjakut, gjë që bën rrjedhjen e gjakut shumë të lehtë në trupin tuaj. Speca djegës përmban gjithashtu riboflavin dhe niacin. Ky i fundit është përgjegjës për ruajtjen e niveleve të shëndetshme të kolesterolit dhe nga ana tjetër ul rrezikun për sëmundjet e zemrës. Speca djegës gjithashtu mund të mbrojnë ndyrnat në gjakun tuaj kundër radikaleve të lira. Ulin rrezikut të diabetit të tipit 2. Përveç ruajtjes së shëndetit tuaj të zemrës, speca djegës mund të zvogëlojnë rrezikun e zhvillimeve të niveleve të larta të insulinës në gjak, e cila është një simptom e zakonshëm e diabetit të tipit 2. Sipas revistës amerikane të ushqimit klinik, një numër shkencëtarësh australian zbuluan se një vak që përmban specë djegës mund të rezultojë në sasinë e duhur të insulinës për të ulur nivelet e sheqerit në gjak. Mund të përmirësojë funksionet njohëse. Një nga mënyrat kryesore për të mbajtur një performancë të fortë njohëse është një sasi e duhur e oksigjenit dhe hekurit. Për fat të mirë, speca djegës janë të pasura me hekur. Kjo çon në një rritje në rrjedhën e gjakut dhe prodhimit të hemoglobinës në trurin tuaj. Nxit rritjen e qelizave të kuqe të gjakut. Përveç ruajtjes së shëndetit të zemrës, speca djegës gjithashtu mund të ndihmojnë në formimin e qelizave të reja të gjakut. Kjo për faktin se speca djegës janë të pasur me bakër dhe hekur. Si tillë, ata janë në gjendje të trajtojnë simptomat e anemisë dhe lodhjes. Për më tepër, speca djegës gjithashtu përmbajnë acid folik, i cili është thelbësor për të luftuar anemin dhe për të prodhuar qeliza të kuqe të shëndetshme të gjakut. Përmirëson shëndetin e syret. Siç e përmendëm më parë, vitamina A tek speca djegës është e rëndësishme për ndërtimin e një sistemi të fortë imunitar. Sidoqoftë, është gjithashtu e rëndësishme në mbajtjen e shikimit tuaj të shëndetshëm dhe të fortë. Është e njohur për parandalimin e verbërisë së natës dhe degenerimin të syrit. Mban flokët dhe lëkurën tuaj të shëndetshme. Vitamina C në speca djegës nuk forcon vetëm sistemin tuaj imunitar, gjithashtu krijon dhe mirëmban kolagjenin, i cili është një protein kyçe që gjendet në flokë dhe lëkurë të shëndetshme. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 9 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 11 metër për sekond.
në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër -1 deri 8 gradë Celsius, Kukës -11 deri -2 gradë Celsius, Peshkopi -3 deri 2 gradë Celsius, Tiranë 0 deri 9 gradë Celsius, Durrës 3 deri 8 gradë Celsius, Kavaj 3 deri 9 gradë Celsius, Elbasan 0 deri 9 gradë Celsius, Berat -1 deri 8 gradë Celsius, Korçë -9 deri -2 gradë Celsius, Vlorë 2 deri 9 gradë Celsius, Gjirokastër -2 deri 6 gradë Celsius, Sarandë 1 deri 7 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndjeshni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -6 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 6 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica -5 deri 6 gradë Celsius, Podujev -6 deri 3 gradë Celsius, Skënderaj -6 deri 5 gradë Celsius, Pej -2 deri 4 gradë Celsius, Prishtinë -5 deri 4 gradë Celsius, Gjakov -4 deri 6 gradë Celsius, Malishev -4 deri 5 gradë Celsius, Qilan -6 deri 4 gradë Celsius, Ferizaj -5 deri 4 gradë Celsius, Kaçanik -4 deri 5 gradë Celsius, Prizren -6 deri 0 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale Instagram, Facebook, TikTok dhe Twitter. Ndërkohë nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.